është një udhëzim i vjetër, i 2023-shit, mund të themi, por nuk ka qenë i aplikueshëm, pasi ka qenë e vështirë llogaritja që duhet të bëhej nga administrata, nga SHK-ja, dhe normalisht nëse nuk kërkohej nga vetë personi në momentin e transaksionit financiar, dhe në momentin e kontratës të shitblerjes, nuk aplikohej. Domethënë është gjithmonë e nevojshme një informacion dhe një edukim juridik primar, duhet të themi, se pa ditur në çfarë të drejta shke, dhe nuk mund të as të kërkosh as të përdor. E vëreni që nuk është se ka informacion kaq të detajuar për t'ju referuar udhëzimeve kjo normës sipas amortizimit, për shembull, ka qenë komplet e paditur, me sa kam vënë re në dhe ky informacion merret nga ekspertët e duhur, sepse mund të shkosh ke një i licencuar. Kjo është, domethënë, mos të tregojmë pak egoist paktën për backgroundin tim profesional dhe të Elonës, po janë ekspertë të duhur që të këshillojnë që ti si të përfitosh dhe ti jesh brenda rregullave ligjore për të përfituar. Të duhurit, pra në të duhurit janë eksperienca e punës, stadi nga tagri nga kush vjen. Sepse për mua personalisht, që unë jam sot administrator i një kompanie real estate, jo vetëm investitore dhe ekspert e kësaj fushë, për 28 vjetësh, për mua më lodh fakti që me një 10 ditorësh ti mund të marrësh licencën e ndërmjetësimit pasurisë palytshme. E ka prishur tregun kjo? Kjo e ka prishur jashtëmarrëse tregun, sepse me 10 ditorë ti nuk merr dot një eksperiencë kaq vite të tëra sa mund ta ketë Elona si avokate ose unë si ekspert e pasurisë palytshme, çdo eksperiencë vitesh. Pra, një matës për qytetarit dhe ishte kjo. E kam nxjerr disa herë, sepse janë hapë dhe po hapen shumë agjenci, që unë i rroj të gjithë shumë suksese, sepse është profesion i duhur, sepse për mua është boshti kryesor i të ardhurave të gjithë globit, jo vetëm tonët si Shqipëri dhe Ballkanet dhe Evropë. Por t'jenë ekspertët e duhur, ato që këshillojnë një qytetar, si për transakcion, si për një konsulencë juridike. Marrim parasysh që shqiptarët janë shumë të dhënë pas pronës private, 70% e pasorisë të një... Janë të bërë lëmsh, do thoja unë, sepse kanë qenë të ndryshme. Disi për më falë që marrë për Elona. Unë kam dhe një pikë tjetër, jo vetëm ke rivlesimi, që është që me zgjidhje njerëzit e kam pritur dhe kam bërë kontrata për imtim shitje, që të më thënë sepse ishte në shtator, ishte në tetor, edhe u miratua tani, e kam prit ka gjatë. Po jo vetëm kjo, po ndodhet në vlerën e shtuar të pronës, në informacionin që ato japin, aq më tepër investitorët e huaj, që kemi shumë nga 2022 e 2026, portofolin e madh të blerësve kemi investimet e huaja, që nuk japin informacionin e duhur këto agentësh që nuk kanë eksperiencën e duhur. Dhe çfarë më ndodh mua personalisht si Armelit, më ndodh që mua më marrin 2 orë gjys kohë, sepse gjejnë një opsion të favorshëm, vinë ke zyrat tona dhe unë duhet t'i shpjegoj se si bëhet transaksioni i regjistrimit pranë ASHK-s vendore. Sepse nuk e kanë marrë gati për shembull nga një kolegu im. Po kanë ose disinformimi i tregut që ta dhe Melinda që do ketë rënje të çmimesh. Edhe kjo të step. Dhe gjithë njerëzit kujtojnë se do ketë Tirana dhe Bagdeti, absolutisht jo. Gjithsesi rivlerësimi ka bërë punën e vet në zhbllokimin dhe psikologjik në aksesin dhe në shitblerjen e pronave dhe një zhbllokim juridik dhe fiskal që u realizuan në të jetën kohë. Se informalitetin dhe të gon pronën e reale se sa është. Domethënë gjatë gjithë vitit 2026 ke kohë të bësh rivlerësimin e pronës. Forma lloj pronës? Po, të gjitha pronat. Dhe të gjithë përveçse edhe këtë dua ta kap si pikë, është një pikë shumë delikate që unë nuk e mendoja kurrësi që nuk do futeshin dhe ato që janë në proces legalizimi. Çfarë do thotë kjo? Ato kanë mbi 12 vjet që presin legalizimin e një prone që është ndërtimi pa leje dhe kanë aplikuar pranë ASHK-ve vendore, po momentalisht nuk e kanë marrë regjistrimin e pasurisë palytshme. Ato me anë të aplikimit që kishin bërë, duhet ta kishin përfituar rivlerësimin e të atim fitimit për 5%, dhe të ishë shënuar aty në kartelën e pasurisë në një regjistër provizor që e ka çdo ASHK vendore, dhe të shënoj në qoftë se do pajisje me certifikat pronësie qytetari me emër me mbi emër, e ka rivlerësuar këtë pronë, sepse ato paguajnë dritat, ato paguajnë ujin, ato janë banorët asajt, po presin ASHK-t vendore që t'i pajisin me certifikat. Pse mos të merrnin dhe ato rivlerësimin ta përfitonin për këtë vitin 2026? Jashtë përfshirjes ka ngelur si pronat që janë në proces legalizimi,
që neve kemi insistuar që të futeshin në këtë ligj, por nuk u mor parasysh, dhe si pronat e marra me kontratë porosie të cilat janë të regjistruara pranë ASHK-s. Si është kontrata porosie? Kontratë porosie një pronë e bler me kontratë porosie dhe akoma nuk ka dalë certifikata e pronësit pasi nuk ka mbaruar procesi ndërtimit. Apo pronë e marr me kontratë clearingu. Po që në këtë gabimi i firmës drejta reale është e përfituar dhe pse mos përfitojë dhe këtë të drejtë që vjen si aksesore të drejtës reale fillestare apo e ka fituar një të drejtë përdorimi dhe mundet të jetë. Duke patur këto mangësira, nuk është më mirë që të shmanget blerja me kontratë porosie? Jo, po nuk shmanget dot. Nuk shmanget do sepse është bënda ligji që me kontratë porosie, po nuk është thjesht për rastet që ato janë bënda lejes të zhvillimit 2 vjeçar ose 3 vjeçar që e merr një firmë ndërtimi për të bërë një pallat për shembull. Po ka dhe nga ato ndërtues. Si që themi ne ka blerë në themel. Po e ka blerë në themel, po ka dhe nga ato ndërtues që ligjet kanë qenë pak të gabuara që i jepshin leje ndërtimi për shembull ta mbaronte ai në 2005, sot ai akoma nuk ka marrë certifikatën e porosisë. Në një kohë që ti si banore jeton aty, ke vite të tëra që paguan taksat vendore etj me radhë dhe ti nuk duhet ta përfitosh tash këtë rivlerësim se për fajt të ndërtuesit që ty të akoma nuk e ka në një farë mënyrë. E mban peng dhe nuk e ka hipotekuar akoma objektin, sepse hipotekohet objekti dhe pastaj ndahen degët e kur ka një risk të tillë, një rrezik të tillë, sado ti bie që jo pronari tu duhet ishin aktet në ligjore që legalizimi ato njerëz që kanë aplikuar për legalizimin e pronësisë një dhe ato që janë me kontrata si përmarrje dhe porosie. E kupton duhet të kishim përfituar një nga faktorët kryesorë i kësaj ka qenë edhe megjithatë do ndodhin prapë rivlerësime se në të ardhmen siç e ka dhe bota do vazhdojnë rivlerësimet edhe nëse nuk i përfitojnë në këtë moment. Elona, për ta mbyllur? E rëndësishme për qytetarin dhe në këtë lloj rastesh është që të marrë parasysh dhe të bëjë një kërkim të mirëfillt për investitorin me të cilin po lidh kontratë. Sipërmarrësin, serioziteti i sipërmarrësit është thelbësor. Gjë që kontrollohet shumë lehtë, si nga vetë qytetari, po dhe mendim dhe të një eksperti që gjithmonë të fushës së pronave, nuk ka rëndësi është agent imobiliar apo është avokat apo jurist apo noter, një informacion i përgjithshëm mund ta marrë dhe vetë, edhe kjo quhet një due diligence, një kontroll i mirëfillt i para kontratës, për t'i parandaluar çfarë do lloj konflikti në të ardhmen, sepse është shumë e kollajt ajo firma që jepet në një moment e noteri, para ajo firmë të mban lidhur me një kontratë shumë vjeçare. Je i lidhur dhe i varur në qoftë të saq më tepër e lidh kontratën dhe shumën e blerjes e ke marrë në formë kredie, je i lidhur dhe me bankën, ti mund të gjendesh, kam shumë klient, të gjendur para faktit që nuk kanë marrë as pronën, pasi jemi në rastin që nuk kanë mbaruar ndërtimi dhe nuk është dorëzuar dhe prona as fizikisht, jo më me dokumenta apo me certifikata pronësie e mbuluar, por në të njëjtën kohë është duke paguar dhe një kredi. Domethënë apo dhe një qira, ka dhe kjo është problematika e kontrollit para prak që nuk është bërë. Kjo kompani me të cilën ti po lidh kontratë, a ka marrë leje ndërtimi, duhet ta shohësh. Po a ka një projekt arkitektonik a përputhen metrat katror të asaj që po firmos në kontratë me lejen e miratuar të ndërtimit. Po nuk janë thjesht gjithë si pika, janë edhe historia, domethënë çfarë ndërtime, çfarë korreksie profesionale ai ka pas. Historiku që shumë mirë mund të shihet ndërtimit me mund të shihet kontratën po e firmose, afati kohor pak a shumë lihet vetëm afatet janë afati kontratës po themi. Po ajo në moment që ti ke marrë përsipër pagesën në kontratë dhe nuk ke arsye dhe arsyet nuk ke një klauzol për shembull për një afat të caktuar, ti po ke afat, por nëse nuk realizohet një nga pikat thelbësore të kontratës, dhe pse ti ke parasysh do vesh në gjykat, do rish vite të tëra në gjykat. Domethënë ka shumë kontrata që mungojnë dhe klauzolat, shumë një klauzolë ndihmëse që unë mund t'jap këshill sot. Është firma serioze e ndërtimit, është ajo firmë që në bazë të afatit të lejes së ndërtimit duhet këtë mbaruar në rregullsinë sipas planit urbanistik që është miratuar zbardhja e lezë ndërtimit, gjitha pikat dhe të pajisur me certifikat porosie që të japë pastaj qytetarit. Qytetari pa marrë certifikatën e porosisë akoma nuk është pronar. Këtë duhet ta dinë. Kontrata e sipërmarrjes, kontrata e porosisë nuk do të thotë që ti je pronar i pasurisë paluajtshme të atit apartamenti, njësie ose objekti ose hoteli që ti ke blerë. Dhe nuk e shfrytëzon dot dhe janë gjithë të ngërçet pastaj që nga rivlerësimi që neve jemi sot duke folur, që nuk i përfiton dot. Që nga marrja e një kredi që do ta vendosësh po kolateral. Pa certifikat porosie, gjithë bankat nuk t'i japin kredi. Dhe këto janë gjithë domethënie dhe janë decizive
për të analizuar në një ekspert të duhur se si mund të përfitosh një vlerë të shtuar të pronës tënde, ose si mund të përfitosh edhe në mënyrën e tregut real.